Një ndër detyrat e agjëruesit ose të muslimanit, më mirë themi, në Ramazan është dhe ajo që njihet ndryshe me emrin sadaka fitri. Ashtu sikurse Ramazani, agjërimi i Ramazanit u obligua në vitin e dytë të emigrimit të profetit alayhis salam nga Mekka për Medinë, ashtu u obligua dhe sadaka fitri. Sadaka fitri çfarë është? Është taksa të cilën e ka quajtur pejgamberi alayhis salam shlyerësja e gabimeve të vogla gjatë agjërimit, që nuk ta ka prish agjërimin, por nuk të ka lënë të marrësh edhe sevapin e plot. Ndërsa dietarët kanë thënë sadaka fitri në agjërim është sikurse sejdëja e harresës në namaz. Domethënë, modifikon këtë. Kjo është e para, dhe e dyta, dhe çfarë është akoma dhe më kryesorja, është tu vim në ndihmë njerëzve të cilët nuk kanë të festojnë në ditë, sikurse ç'mund të kesh të festosh dhe ti. Dhe pejgamberi i Zotit e ka bërë obligim sa është 2.5 kg nga ushqimet bazike. Nga ushqimet bazike. Pra ka prej tyre të cilët e përkthejnë në vlerë monetare, sikurse do ta them, por edhe nëse e themi në vlerë monetare, do të bëhet sërish ushqime bazike. Ndoshta tjetri ka nevojë për këpucë, shifi xhep tjetër, jepi sadaka plus, kurse sadaka fitri ka një drejtim tjetër. Drejtimi i saj është ushqimi. Drejtimi i saj është ushqimi. Koha më e mirë e ndarjes së saj është nata e Bajramit ose para namazit Bajramit. Po ndoshta në atë formë nuk i jepet mundësia dikur, po kjo është koha e pëlqyeshme. Darka e Bajramit, që e njohim ndryshe ne, domethënë, dita e fundit e Ramazanit. Për çdo antar të familjes, qoftë dhe fëmijë i vogël, është i obliguar çdo kush të japi pra 2.5 kg ushqime nga mesatarja e ushqimeve të veta. Kjo është bazikja. Ndërsa e përkthyer në një vlerë monetare, një mesatare e marr e studiuar nga Komuniteti Musliman i Shqipërisë është 4.000 lekë të vjetra. Mirë, po ky 4.000 lekë ky ndryshon. Ndoshta dikush nuk e ka këtë status, sepse orizi që mund të përdori familjen e vet nuk është e asaj cilësie që mund të përdori një tjetër. Dhe unë mund t'ju them një kuriozitet. Dikur më pyeste një person se sa është sadaka fitri këtë vit. I thash për ty apo për masat? Dhe u habit kur tha për ty, pse, çfarë kam diferencë nga masat? Ke diferencë. Orizi të cilin e përdor në familje, sa ka kodën, vlerën? Aso kohë jemi duke folur para 10-12 viteve, ajo që ai përdorte ishte 3.700 lekë, 1 kilogram oriz. Ashtu ja kishte mundsuar Allahu me pacjetesën. Pra, të gjitha sortimentet që ai përdorte në familje, të gjitha ishin një kuotë shumë e lartë. Por njerëzit mund ta kenë kuotë më të dobët. Ndaj gjithë secili jep mesataren që ai ka. Ndaj dhe kur themi domethënë 2.5 kg, themi domethënë 2.5 kg nga ushqimet bazike të cilat ti i përdor në familjen tënde. Mesatarja thash është një 4.000 lekë, i cili dhe ky duhet të bëhet ushqime. Tani një pjesë e dytë që është shumë e rëndësishme, pasi e morëm vesh që jepet për çdo antar të familjes. Ku jepet? Nuk mund ta japësh, pra prindi nuk mund t'ia japi fëmijës, nipërve, mbesave, nuk mund t'ua japi. Por dhe fëmia nuk mund ta japi tek prindi, nuk mund ta japi tek gjyshëri, e kështu me radhë për ato që i ka më lart. Pyet dikush dhe thot, a mundet që vllai t'ia japi motrës për shembull ose motra vllait? Lejohet fetarisht, po me turp, me kokën ul. Vllai po e pa të leju veten, që ti t'japësh domethënë sadaka fitrin, t'ia çojsh vllait e motrës mirë për ty. Si mund të lehet vllai e motrës domethënë një gjendje që ti çojsh sadaka fitrin? Mund ta ndihmojsh. Po çojsh sadaka fitrin, pra, a lejohet fetarisht? Lejohet, po me kokën ul, do ta marrësh kokën ul kur ta çojsh. Se duhet vjeri turp që mund ta kesh lënë vllain dhe motrën në atë gjendje. Thash e ka kohën e preferuar, e ka darkën e Bajramit ose para Bajramit, po para Bajramit është thuajse e pamundur. Nëse nuk e jep dhe është fal namazi i Bajramit, pejgamberi alayhis salam ka thënë që ajo që jepet pas Bajramit nuk është gjë tjetër vetëm se sadaka e përgjithshme. Pra është diçka e cila ka kohën që nuk shlyhet më. Për ata të cilët nuk gjejnë, unë do të preferoja dhe të gjithë do t'i orientoja, domethënë që shifni tek afërmit tu, tek fëmijët e tu shif.
Mos u justifiko me faktin që po ku t'i gjej, në këtë shoqëri jeton dhe ti dhe unë. Pra, përse unë i gjej dhe ti nuk i gjeke? Shif këtë afërmit e tu, shif ke shoqënia jote, shif tek fëmijët e tu se do të gjejsh.